Okej, atëherë Lil Vlora, pra. Tani, e kam në fillim një pyetësor për ty, përmes cilit duam të të njohim më shumë, kush është kjo Lil Vlora? Pyetja e parë është kjo, kush të njeh mas miri ty? Kush është një person që të njeh mas miri ty? Mas miri si... Si Vlorë, si Lil Vlorë, si personalitet. Nona jam. Nona, sigurt? Po. Nuk keni shoqe që të njeh ma shumë se nona? S'besoj. S'beson. Okej, faleminderit shumë. Cila ka qenë puna jote e parë? Puna jote e parë me cilën ke fitu pare? Okej, une du me thonë, ja kom njësë medicinës, si motor medicinale, kom kry shkollën, aty ja kom fillu du me thonë me fitu pare. Më thënë si motor medicinale? Pa. Ke fitu shumë? Jo. Jo. Normal. Normal, okej. A ka një punë që se kishe bë kur njetë? A ka një punë që s'të pëlqen që ta merr mendja se... Po, ka. Jo, pse është e keqe, po pse s'mundesh ti? Po. Cila është për shembull? Zbon me thonë. Zbon me thonë? Ja, thuje. Police. Police. Pse? Kishe shkep dënime shumë? Se di nashta isha kon shumë e rept. Shumë e rept. Okej, faleminderit shumë. A ke tatuazhe? Po. Sa? I kam disa. Disa? Po. Pse? Pëlqen tatuazhet apo? Po, i kam qef. A ka në një që një herë ke shkru pastaj e ke shly? Po. Pse? Se s'm ka pëlqy. S'ka pëlqy? Po. Okej. Do me thonë je bo pishman. Po. Faleminderit shumë. E kam një pyetje tjetër. A është në rregull për ty me qajt burrat? Po, shumë është rregull. Dhe ato e njerës, pse mos me qajt. Edhe ju e kini ndjenja. Si na. A qajt dikush para teje? Lot. Plot. Po. Veç se e lidh me punën, se kur bëj trajtime ju dolin lot, për që ato. Okej, thash që ju bën ti që qajnë burrat para teje. Faleminderit shumë. A je zakonisht vonë për takime? Si? A je vonë për takime? A vënohesh kur le takime me dikon? Po, gjithë njësëm shumë para kohës edhe gjithë vanona, gjithë shkoj mas vonë, se di pse. Komunikacioni fajet. Se di. Se di. Me siguri. A të gjeni natë me i prit tjertë? Pak. Pak. Okej, faleminderit shumë. Lil Vlora, cila është pyetja më e çuditshme që ja ke bërë ChatGPT? Oh. Next. Next? Next e ke pyeta? Next, po. E pyet shpesh? Konsultohesh shpesh? Po, si krejt. A ke po shok a shoqe? Shok. Shok. Okej, faleminderit shumë. Parat, a mund ta blejnë lumturinë? Jo. Jo, nuk besoj se mund ta blejnë lumturinë, se lumturia vjen me brenda, as mundesh me ble me pare. Okej, faleminderit shumë. A mendon se ke shumë armiq? Po. Po? Po. Se? Se jam në këtë biznes shumë kohë gjatë, edhe ka shumë njerëz shembull që e bëjnë njëjtën edhe më shohin mu si konkurrencë, megjithëse unë gjithë i përkrahi krejtë, çka vjen domethënë këtë rregull. Po nuk më njohin personalisht edhe nuk e di se çfarë personi jam dhe mendojnë që jam shumë arrogante dhe jam shumë kjo me këtë sfurë, unë jam absolut hiç ashtu. Apo i quhen armiq këta apo? Po jo armiq kështu, po mendoj se e kanë një sy të keq ndaj meje. Se armiq nuk besoj që kam, se s'kam probleme askur s'kom pas. Okej, faleminderit shumë. A beson në dashurinë me shikim të parë? Jo. Nuk beson? Nuk të ka ndodhur kur? Nuk më ka ndodhur. Okej, pa urzu prej dardhës nuk e din. Çfarë e bën një lidhje që të zgjas?
të funksionoj? Sinceriteti, Sinceriteti, respekti. po, edhe dashuria e sinqert. Okej. A bën pazar kur blen gjëra? Jo, kur. A shtyhesh? Asnjëherë. Pse? Kur. Se më duket shumë e ulët. Po me ty, a bëjnë pazar aty Po, klientat? po. Po, Alshon për ajo? po, gjithë. 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 Okej. Do me thonë, paktën ti ja u liron çmimet. Faleminderit shumë. Sa shpesh pi alkohol? Shumë rrallë. Shumë rrallë. Po. Cili është aplikacioni që e përdor më së shpeshti? TikTok. TikTok. Pse? Se kur kom me bo diçka, veç e lëshoj edhe veç i hecje, do me thonë që i nisi do zona, nuk nina shumë si vetë. Nuk lish vetë, të bën shoqëri. Po, A e përdor edhe për punë? jo më punë se përdori, jo. Se më punë punoj. Jo, për punë, për reklam, A, për punë, po, pa tjetër, po. Patjetër. Po, po. Okej, faleminderit shumë pyetja e fundit. Cila prej pyetjeve s'të pëlqeu? Dhe cila u përgjigja ma keq. Të cila u përgjigja ma keq? Jo, të asnjona, ti veç e përgjigj shkurt. Faleminderit shumë, Lil Vlora. Ndërkohë, dua ta shohim një led në të cilin është puna jote, në fakt. Janë gjithë këta vipa të cilët ti i ke trajtu. Po. Apo më tregon, pse mendon se të kanë zgjedhur ty? Çfarë të bën ty të veçantë? Une e kam punën që kom punu gjithmonë, do me thonë, shumë natural. Nuk i